Përpara dritës është historia e mrekullive, zbulimi mrekullueshëm i mirësisë së Zemzemit dhe më pas, shekuj më vonë, mrekullia e rizbulimit të tij nga Abdul Muttalibit, gjyshi i profetit, paqja dhe bekimet qofshin mbi të. Mrekullia e ruajtjes së Abdullahut, babait të profetit, paqja dhe bekimet qofshin mbi të. Dhe së fundmi, mrekullia e vitit të elefantit, viti kur lindi profeti, paqja dhe bekimet qofshin mbi të. Të gjitha këto punë të Zotit dhe shumë të tjera të panumërta, përgatitën në rrugën për ardhjen e mesazhit. Është një histori që filloi shumë kohë më parë, kur profeti ynë Ibrahimi solli gruan e tij Haxhiren dhe djalin e tij foshnjë në një vend të shkret ku s'kishte as njerëz, as ujë dhe as emër. Vendi që u quajt Meka. Boj fort, Ismail. Boj fort. Ne do të gjejmë, uj do të gjejmë. Baba yt është lutur që ne të mbjetojmë. Ai ka folur me Zotin që të na mbrojë. I dashur Zot, i dashur të lutem ose lër fëmijën time të vdes. Të lutem, të lutem. Zoti na shpëtoi, Ismail. Zoti na shpëtoi. Pusi u njoh si Zemzem. Shfaqja e tij e pabesueshme ishte para mrekulli nga moria atyre që përgatitën në rrugën dhe ruajtën jetën e pasardhësve të Muhamedit, paqja dhe bekimet qofshin mbi të. Mirëmëngjes, Haxhire. Gëzohem që të shoh te pusi sot. Çdo ditë. Faleminderit të Zot për mëshirën tënde që shpëtove mua dhe Ismailin shumë vite më parë. Më falme, unë dhe i me bi kemi u thuar shumë. Mundemi? Ejeni. Të etrit janë gjithnjë të mirëpritur tek Zemzemi. Ky është Zemzemi? Pusi që shpëtoi Haxhiren dhe Ismailin? Pikërisht ai. Dhe kjo është kova? Po, e rindërtuar nga Ibrahimi dhe Ismaili. Që pre asaj dite, njerëzit kanë ardhur në Mekë. Kaaba i sjell këtu. Dhe pusi i mirëpret ata. Dhe sa herë unë pi ujë, falenderoj Zotin që shpëtoi Haxhiren dhe Ismailin. A e ke parë ndonjëherë atë? Thuhet se ajo vjen këtu çdo ditë për të falenderuar Zotin mëshirë plot. Mami, është vetë ajo? Në shekujt që vijuan lufta dhe errësira pushtuan Mekën.
Epusi Zemzemit u shkatërrua dhe vendi i tij mbeti mister deri në kohën e Abdul Mutalibit, gjyshit të profetit, paqja dhe bekimet qofshin mbi të. Meka u dobësua dhe u çorodit. Zotat i dhujtar u dhoqën tokën e Kabes së shenjtë. Të lutem, më beko me para që të blej ujë për familjen time. Na sill shi që pelegrinët të kthehen sërish në Mekë. Të lutem, largoj armiqtë e mi që mos më vjedhin atë pak ujë që kam. Jo! S'duhet ta kisha lënë atë të shkonte vetëm. Ndoshta i ka menduar se mund të kthehej para nata dhe kështu ka qëndruar atje lart. Po ambulesa me vete? Po shkoj tek ai. Arif, Ja mirë, baba. Vetëm pak i lodhëm. Këmbët e janë qarë shumë. më lyr të shikoj. Ne nuk duhet të jetojmë në një vend ku biri im duhet të sakrifikoj jetën për të mbledhur pak ujë. Jo, s'ka problem, baba. Të pak në po kujdesemi për kabën. Ti këtë ma ke thënë gjithnjë. Është një nder, një bekim, çdo sakrificë. Dhe unë ende e besoj atë. Po, falenderoj Zotin që arrite në shtëpi. Kur shikoj kabën, kuptoj që nuk do mundem kurrë të largohem prej saj. Zoti do të na ndihmojë në këtë kohë të vështirë. Ai ka shpëtuar Haxhiren dhe Ismailin. Ai ne ka shpëtuar edhe ne shumë herë gjithashtu. A nuk je krenar për Arifin? Po, unë thjesht do të doja të kisha më shumë. Nxirre qilibari, nxirre të nderuarin, nxirre Zemzemin, nxirre Zemzemin, gërmo nga kaos, aty u zoj që kisi tokën. Baba, Nxitoni shpejt, këtej! ndoshta duhet ta kishim bërë natën. Kjo është fjala e Zotit Arif. Dhe nuk bëhet fshehur azi. Mundohu t'i mbash larg ata. Ndal, largoni! Mos u të shmënde Abdul Mutalib. Si ku të zonë ti të gërmosh në tokën e shenjtë. Ndaleni me një herë, para se zotat na ndëshkojnë të gjithëve. Ky është vullneti i Zotit. Nëse doan të ndaloni ti mat, duhet më vrisni mua më parë. Kush do ta provojë? Nuk kemi punë me ty. Më ndihmo Arif. Baba, doli ujë. Doli me të vërtet. Po sërini e dy kotë duke parë. Fotjen e punës. Ti ke një djalë vërtet të mirë, të mençur dhe guximtar. Unë sakrifikoj një nga bitë e mi që të kem një dy si ky yti. O Zot, unë kam nevojë për fëmijë të tjerë si Arifi, që të më ndihmojnë të shpëtoj pelegrinët dhe kabën e shenjtë. Do bëj gjithçka që të kem fëmijë të tjerë. Madje
Nëse më jep fëmijë të tjerë, unë të premtoj që do sakrifikoja njërin prej tyre, por të lutem Zot, më dhuro bijtë të tjerë. Diku në një vend larg Mekës, një mbret mizor i quajtur Ebraha sundonte vendin e quajtur Yemen. Ti po më thua mua se të gjitha këto të mira vinë nga Meka? Jo të gjitha këto vinë nga Meka, zotëri Ebraha. Disa vinë nga India, nga Stambolli, nga Greqia. India, këto shpata për shembull, vinë nga një vend krejt ndryshe, nga Skandinavia. India dhe mendoj se ne mund të fitojmë shumë para. Dhe të gjitha këto për të shitur në shkretë të tjerë? Por atje nuk ka ujë, zotëri. Edhe çfarë pastaj? Këtu kalon lumi dhe po të kenetje le të vinë këtu. Ajo për të cilin ata kanë etje është feja. Unë i kam para të jetëzotësh, qindra syresh. Njerëz nga i gjithë vendi vinë aty për lutje e sakrificë. Por më i rëndësishmi se të gjithë lidhut e zotave, kapa e shenjtë. Në fakt, është një ndërtesë e thjeshtë, një kupë me 4 faqe. Dhe ata thonë që është shtëpia e Zotit. Meka nuk do të jetë më e famshme se ne. Ata njerëz duhet të vinë këtu. Nëse kërkojnë shtëpinë e Zotit, atëherë ne do t'ja japim. Zotëri, më thirr artistët dhe arkitektët. Por zotëri, po na pret gjitha e pasuri. Jo, ne na pret një dinasti. Shko. Arkitektët, artistët. Nuk do të ketë më njerëz që gjënësojnë një kubi në shkretë të tjerë. Ata do të lundrojnë drejt një tempulli. Tempullit më të madh që kanë njohur ndonjëherë. Ma mbush pak dhe këtë tjetrën. Ka me bollëk për të gjithë. Babi. Çfarë ka ndodhur birë? Hajde shpejt, mami lindi bebin. Lindi? Çfarë është, djalë apo vajzë? Është djalë. Djalë. Oh, 3 djem. 3? Me këtë bëhemi 10 djem. Edhe një tjetër djalë. Oh, çfarë djali i bukur. Unë do ta quaj atë Abdullah. Fatime? Edhe unë ashtu mendoj. Ka diçka speciale ky djalë. Po. Unë do të kem vdekur, para se kjo gjëja të përfundoj. Jo, zotëri, më stoni ashtu. Meka madhërohet çdo ditë ndërsa ky tempull vetëm rënohet. Jo, nuk është se po rënohet, por ndoshta... Më shumë theve. Tani shko në fshat dhe më sill më shumë. Si do qofshin të bler apo të vjedhur. Dua këtë tempull të përfunduar. A, mirë, zotëri, si të dëshironi. Eja mblidhuni, kemi një përleshje këtu, ndërmjet fuqisë dhe mjeshtërisë. Nga kjo anë, vëllai ynë i vogël Abdullah, sapo ka arritur moshën e pjekurisë dhe martesa e tij është rregulluar. Sfiduesi është vllai i tij i madh, Abu Talib. Ai është i vjetër. Hey, po ju çfarë keni me mua? I pari për jush, që e shtrin tjetrin poshtë, fiton. Tani merr kohë dhe kujdes. Godite nga këmbët. Apo më dëgjon? E dëgjova se çfarë të tha. Po të them, mos mundo ta rrazosh me një herë. Ai është i madh, kape nga poshtë. Filloni! E dëgjova se çfarë të tha. Merr kohën tënde, vëre poshtë. Nuk do të funksionoj, vlla. Bravo, Tlut! E dija që kishe një djalë të mrekullueshëm, por nuk e dija që ishte kaq i fortë. Tani mos harro. Emineja i është premtuar atij. Ne kemi bërë një ujdi para Zotit Abdul Mutalib.
Ti e di ç'ndodh nëse s'mban premtimin para Zotit. Nëse më jep fëmijë të tjerë, unë të premtoj që do sakrifikoj njërin prej tyre. Por të lutem Zot, më dhuro bitë të tjerë. Ti e di ç'ndodh nëse s'mban premtimin para Zotit. Çfarë kam bërë? O Zoti i dashur, unë nuk e dija. S'ka mundësi ta mbaj këtë premtim. Çfarë ndodh nëse unë e thyej atë? Premtimi ndaj Zotit është i shenjtë. Thuaj që s'është e vërtet. Thuaj. Ashtu do të kisha dashur edhe unë. Ti nuk mund ta bësh këtë. Nuk mundesh. Më sakrifiko mua, Abdul Muttalib, por jo një nga djemt. A nuk e di ti që do kisha sakrifikuar veten time përpara se të vrisja një nga bitë tanë të dashur, por unë i po ta bërë një premtim Zotit. Abdul Muttalibi nuk mund të zgjidhte një djalë për ta sakrifikuar. Kështu vendos të tërhiqnin shigjetat. Djali që do tërhiqte shigjetën me shenjë, do të sakrifikohej. Jo ti Abdullah. A po flijon ti këtë djalë? Ti nuk mund ta bësh. Ndal, Abdul Muttalib. Ne do bëjmë ç'është e mundur për ta shpëtuar atë. Ti je një besimtar. Lutu që Zoti të t'jap një zgjidhje tjetër. Ndoshta ka një zgjidhje. Nëse burri vritet në aksident, çfarë i jepet familjes së tij? 10 deve. A nuk mund të pranonte Zoti të tillë ofertë? Sille 10 deve dhe hedh shigjetat. Nëse shigjetat bien të kryqëzuara, ato shkojnë për Abdullahun. Nëse shigjetat bien të pa kryqëzuara, ato shkojnë drejt deveve. Vazhdo e bëje këtë gjë sërish me 10 deve të tjera, nëse ato bien të kryqëzuara, deri sa shigjetat të bien drejt. Unë do të jap çdo deve, madje edhe jetën time, që të shpëtoj Abdullahun. Kryq, kërkoj 10 deve të tjera. Kryq, kërkoj më shumë. Më në fund, herën e 11, shigjetat ranë në favor të Abdullahut. Shigjetat ranë kundrejt deveve. Abdul Muttalibi ofroi 100 deve, por djali i tij shpëtoi. Ty nuk të shpëtuan shigjetat dhe idhujt Abdullah, por Zoti të shpëtoi ty sot, dhe unë e dija. Më në fund mbaroj dhe shiko, asnjë pelegrim brenda. Kështu njerëzit preferojnë Kabën dhe zotat e Mekës, apo jo? Unë u përpoqa e praha. U takova me çdo lider të Arabisë dhe i urdhërova në emrin tënd të vinin e të adhuronin këtu. Por tani ata Mirë atëherë. Kaba do të shkatërrohet. Po kështu çdo që tjetër për qatë rrugës. Zotëri. Po kështu edhe ti nëse më këshillon ndryshe. Unë do të mendoj për ty çdo ditë. Sa po malli të shitet, unë do të kthehem në shtëpi. Të premtoj. Abdullah, mbrom në ëndër, unë pash një dritë që dilte nga unë dhe më pushi qiellin. Kjo është një shenjë e mirë, Emine. Një shenjë e mirë. Urdhëroni frutat e freskëta. Ti nuk më dukesh mirë. Ne do të nisemi për shtëpinë. Do të bëhem mirë.
Mendoj se do të ndalojmë dhe të pushojmë pak. Jo, ne duhet të vazhdojmë. Unë do të bëhem babat, ti e di. Emineja mori një shenjë. Fëmia është i veçantë. Abdullah! Kapeni të ngrem. Pipa nga kjo. Thuaj Timetit të kujdeset për Eminen dhe për fëmijën. Abdullah. Ai duhet ishte kthyer ditën parë. Mos ki merak, baba. Unë do ta gjej atë. A është Abdullahu në këtë karfan? A është Abdullahu mes jush? Përgjigjuni. A është Abdullahu në këtë karfan? Më vjen keq. Ai më vjen keq. Jo. Ushtarët tanë, fatën atje dhe morën 200 ve, mbretit të tyre. Një burrit të quajtur Abdul Mutalib. Bukur. Kjo do ta bëjmë të zellshëm për bisedime. Tani më thuaj, kush është më e madhe? Kjo apo Kaba? Kjo është. Luaj! 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 Kaba do të bjerë po kaq lehtë sa kjo. A jeti mbreti i këtij vendi? A je ti njeriu që më vodhi dhe vetë? Ebraha, do të flasim me ty. Nëse ti je mbreti. Unë nuk jam mbret, por do të vi. Plani im është i thjesht, Abdul Mutalib. Në mëngjes ushtria ime do të vëshojë në qytet dhe do të shkatërroj Kabën. Nëse populli yt nuk përzihet, do të jetojnë. E nëse ata rezistojnë, 60.000 ushtarët e mi nuk do të kenë mëshirë. Unë duhet të më kthehen 200 devet e mia. 200 vetëm për devetet tua merakos është ti. Vetëm devet janë të mijat. Ndërsa Kaba është të Zotit. Ai do ta mbrojë atë. Askush nuk do ta mbrojë nga unë. Askush! Shko! Duhet të lëm qytetin me njëherë. Më ndihmo të çojmë Eminen në një vend të sigurt. Ne duhet ta mbrojmë atë për çdo kusht. Moj kafshë poshtër. Luaj! Lëviz! Ec përpara! Shiko! Lëviz! Moj kafshë poshtër. Çfarë po ndodh? Do ta bëj të lëvizi, zotri. Ebraha, ai sa po pa Kabën nuk lëvizi vendit. Nuk deshi të ecte. Pa dyshim do të jetë një shenjë. Ktheje mbrapsht. Ndal! Drejtoje sërish nga Kaba.
Shiko, kjo në fakt është një shenjë. Ne s'duhet të kishim sulmuar këtë qytet. Shiko, ata po vijnë drejt nesh. Faleminderit i dashur Zot. Është djalë. Jam kaq krenar për ty, Emine. Të kisha dashur që Abdullahi të ishte këtu. Edhe unë. Por ky djalë do të mbaj emrin e tij. Jo. Kështu është tradita, Emine. Kështu është. Emri i fëmijës më shpallur mua në një vegim. Ai do të quhet Muhammed. Po, Muhammed. Muhammed erdhe shpatin për ne. Ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shpatim për ne, na mësove këtë fe. Ya habibi ya Muhammad, ya shafi'i ya Muhammad, خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين نسيتو nuk pati gjumë Gjdo natë me lutje kalove